perëndimore, kryesisht të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe të Bashkimit Evropian, për sa i përket sponsorizimit të terrorizmit në botë. Kështu që në kushtet kur Irani është bërë një vend problematik mbi zhvillimet paqësore në rajonin ku ai ndodhet, pra në lindjen e mesme, por që ka reperkusione edhe në vendet e tjera, në rajone të tjera, përfshirë dhe kontinentin ton, pra Evropën, duke mbështetur veprimet luftarake të Federatës Ruse kundër Ukrainës dhe pastaj më gjerë si problematika në kërcënim të paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, ishte e udhës dhe madje Kuvendi i Shqipërisë e pat udhës që të dalë me një rezolut të tillë, e cila është ose shpreh më mirë një qëndrim politik zyrtar të Republikës Shqipërisë dhe natyrisht që angazhon qeverinë shqiptare me disa sipërmarrje, me disa aktivitete në fushën e mbrojtjes së sigurisë kombëtare, por edhe me kontribute në sigurinë globale. Kështu që qëndrimet e shprehura në rezolut janë ato të partnerëve tanë ndërkombëtar, kryesisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por pjesërisht edhe të Bashkimit Evropian. Them pjesërisht Bashkimit Evropian, sepse Bashkimi Evropian ndahet në disa qëndrime, veçanërisht në raport me qëndrimet ndaj